Presidenti i SBA-s, Donald Trump, ka shprehur pakënaqësinë e tij ndaj përgjigjes së Iranit për propozimin amerikan që synon përfundimin e luftës në Gjirin Persik. Në një reagim në platformën Truth Social, Trump e cilësoi qëndrimin e Teheranit si krejtësisht të papranueshëm. Sapo lexova përgjigjen nga të ashtu quajtur përfaqësues të Iranit. Nuk më pëlqen, është plotësisht e papranueshme, shkroi Trump. Deklarata e presidentit amerikan erdhi disa orë pasi mediat iraniane raportuan se Teherani kishte dorëzuar përgjigjen zyrtare ndaj propozimit amerikan përmes Pakistanit, i cili po shërben si kanal ndërmjetësues me dy vendeve. Deri tani nuk janë bërë publike detaje mbi përmbajtjen e përgjigjes iraniane apo mbi kushtet e mundshme të marrëveshjes që po diskutohet. Burime diplomatike kanë bërë të ditur më herët se Washingtoni dhe Teherani po shqyrtojnë një memorandum fillestar për t'i dhënë fund konfliktit në rajon, ndërsa çështje më të ndërlikuara, si programi bërthamor iranian dhe sanksionet amerikane, do të diskutohen në një fazë të mëvonshme. Megjithatë, reagimi i fundit i Trump tregon se negociatat mbetet të tensionuara dhe se ende ka dallime të mëdha mes palëve për arritjen e një marrëveshjeje.